Teleshikuesit shqiptar në Maqedoninë e Veriut mbrëm nuk patën mundësi të ndjekin ndeshjet hapëse të kampionatit botëror në futboll me komentim në gjuhën shqipe. Përmes një statusi në Facebook, gazetari sportiv i TVM2, programi në gjuhën shqipe, Mustafa Ademi, ka sqaruar se çështja nuk është që TVM2 nuk ka të drejtën e transmetimit të botërorit në shqip dhe TVM1 e ka të drejtën në maqedonisht, por në përgjithësi, televizioni i Maqedonisë, servisi publik nuk i ka të drejtat. Mustafa Ademi gjithashtu ka reaguar ndaj tentativave për të politizuar këtë çështje dhe për të përfituar politikisht. Reagimi i tij vjen pas një publikimi në Facebook të forumit rinor BDI Çajir, ku shihen ai dhe kolegu i tij Artan Ziberi me gojë të mbyllur, ku nga ky forum thonë se për shkak të gjuhës shqipe, qeveria dhe Vlen ka vendosur që të ndalojë transmetimin në shqip të këtij kampionati botëror. Foto kështu duke e mbyll gojën time dhe të kolegut Artanit nuk guxoni dhe nuk mundeni me montu, sepse gojën time nuk e ka mbyll kërkush deri tash, edhe nuk do ta mshël askush post të madhit Allah, reagon Mustafa Ademi në Facebook. Në këtë postim publik, Mustafa Ademi thot se tani Vlen duhet të bëj presion për të angazhuar edhe komentator shqiptar në Arena Sport, siç thot, me këtë ta përmirësoj gabimin mbi 20 vjeçar të BDI-s me gjithë koalicionet dhe pushtetet e kaluar LSDM BMRO që asnjëherë nuk e detyruan Arena Sport të ketë komentator në maqedonisht e tani edhe në shqip. Sa do të ketë sukses ky mision, Mustafa Ademi personalisht nuk është shumë optimist. Ai nuk ka kursyer kritika as për autorët e fotomontazhit, duke i ironizuar se janë më pak kreativ se brezët e mëparshëm dhe se po mbështeten tek ChatGPT-ja për komunikimin politik. Edhe qytetarët e anketuar nga televizioni Koha shprehen se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk duhet të privohen nga komentimi në shqip i botërorit 2026. Tash unë si kuptoj, base janë rrethana politike që as pak nuk është e mirë dhe kjo duhet të ketë një zgjidhje drejtë. Për një kohë gjatë jemi mësuar të ndjekim kampionatin botëror edhe në gjuhën shqipe dhe mendoj se kjo duhet të rregullohet sa më shpejt. Jo gjithkush ka mundësinë që të ndjeki kanalet e Shqipërisë, ku besoj se shumica e njerëzve edhe i ndjekin te ato kanale, mirë po edhe ne këtu që jemi në Maqedoni, kur duam të shohim një ndeshje, normal se e duam në komentim në gjuhën tonë, duke marrë parasysh se aty kemi edhe komentuesit që janë shokët tanë dhe jemi mësuar me ata më tashmë në për kështu evenimente. Mbrëmë nuk mund të shiqoj për shkak se në televizorin tonë shqiptar nuk ka askund dhe nuk kam këtë shiqoj në Maqedoni apo diku tjetër. Ndryshe të drejtën e transmetimit të botërorit 2026 për Maqedoninë e Veriut e ka kanali rajonal Arena Sport, që tashmë ka krijuar edhe redaksin në gjuhën maqedonase.